Tradita e iftareve të Prizrenit tashmë është të bërë karakteristik e të gjitha trojeve shqiptare, nga se këtu tashmë iftari dhe muaji i Ramazanit ka krijuar një traditë shumë interesante. Shumica prizrenasve të thuar se kursimet një vjeçar i ruajnë që në këtë muaj të bëjnë sa më shumë sofrën të begat dhe ky muaj të mbetet si muaji i familjeve të tyre. Gjatë një muaji Ramazan, ajo që dallon Prizrenin është fakti se tani për një muaj atje ka vetëm jetë nate, kurse ajo që në këtë muaj e dallon është edhe fakti se në Prizren tashmë këtë muaj pasurohen edhe shumë sofra dhe begatohen këto me ushqime më të begat. Kurse iftarët që shtrohen i ndihmojnë edhe shumë familje me gjendje të rëndë ekonomike. Prizreni tashmë ka dhe një traditë të thuash mujore, pas iftarit në qytet deri në orën 3 të mëngjesit, që është edhe syfyri ka plot njerëz qyteti. Këtë mrekulli e bën edhe më mirë edhe tani më numri i madh i vizitorëve që ka Prizreni. Lire me jo në çdo iftar.